Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizioni, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 12 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1942. Holokausti, 1500 hebrej janë dërguar në dhomat e gazit në Auschwitz. 2003. Shpërthime në Riyadh të kryera nga Al-Qaeda, vriten 26 vet. 2008. Tërmet në Sichuan, rreth 8 shkallë në provincën Sichuan të Kinës, 69.000 viktima. 2010. Libi, 105 të vdekur nga rrëzimi i aeroplanit. 2010. 4 të vdekur dhe disa të plagosur është bilanci i incidentit të armatosur që gjatë natës ka ndodhur në afërsitë të fshatit Radush të Shkupit. 2010. Ambasada e Republikës së Xhibutit në Paris, përmes një note diplomatike, ka njoftuar zyrtarisht ambasadën e Republikës së Kosovës në Paris me vendimin e qeverisë së Xhibutit për të njohur Kosovën shtet të pavarur. Lindje 1820. Lindi Florence Nightingale, humaniste britanike. 1928. Lindi Dante Gabriel Rossetti, piktor dhe shkriptar britanik. 1842. Lindi Jules Massenet, kompozitor francez. 1845. Lindi Gabriel Faure, kompozitor francez. 1884. Lindi Bedřich Smetana, kompozitor dhe dirigent çek. 1907. Lindi Katarin Habsburg, aktore amerikane. 1910. Lindi Karlo Bulic, aktor kroat. Vdekje 1871. Vdik Daniel François Esprit Auber, skulptor francez. 1884. Vdik Bedřich Smetana, kompozitor çek. 1970. Vdik Nelly Sachs, poete gjermane nobeliste. Festa dhe përvjetore. Dita e infermierisë në Kosovë. Sot kemi përgatitur biografinë e Mustafa Sandal, i cili ishte një tekst shkrues dhe aktor turk. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Mustafa Sandal, lindur më 11 janar 1970, është një kantator turk. Në fillim të viteve 1990, ai shkroi dhe kompozoi një sër këngësh për këngëtar të tjerë dhe bëri një reputacion për veten e tij në industrinë e muzikës. Në vitin 1994, me publikimin e albumit të tij të parë në studio Suç Bende dhe suksesin e mëparshëm, ai bëri emër në Turqi. Kjo u pasua nga publikimi i një albumi tjetër të titulluar Goldede Ani në 1996. Në vitin 1998, kënga Aya Benzer nga albumi i tij i ri Detaj u bë hiti numër 1 në Turqi. Pas nënshkrimit të një kontrate me Sony Music, ai publikoi albumin Araba. Kënga Araba nga albumi u bë një hit masiv. Gjatë gjithë karrierës së tij, ai vazhdoi të nxjerrë shumë albume, duke përfshirë Akisa Birak 2000, Kop 2002, më vonë në etiketën Universal Music Polydor, ai publikoi albumin Seven 2003, i ndjekur nga Iste 2004, Devami Var 2007 dhe Karizma 2009. Në vitin 2011, kënga e tij me Goldin Ergen, Sikir Sikir, u bë kënga më e shkarkuar e vitit. Në vitin 2012, Sandal publikoi albumin e tij të 10 në studio organik. Në vitin 2013, kënga e tij e re, Tesir Altinda, u bë një nga këngët më të shitura të vitit 2013.
Sandal ka fituar shumë çmime gjatë karrierës së tij. Për albumin e tij, Kop, ai u votua artisti më i mirë mashkull në 2002. Përveç punës së tij në fushën e muzikës, televizionit, reklamës, kinemas dhe arritjeve të tjera të rëndësishme, Sandal ka shitur më shumë se 14 milion albume në mbar botën dhe ka bashkëpunuar me shumë artistë. Në vitin 2019, Sandal u bashkua ekipit të Turqisë në kampionatin botëror kombëtar të skijimit të sinkronizuar sportiv. Pas 17 vitesh, kampionati u rivendos nga Federata Turke e Skive dhe u mbajt në Aspen, Colorado, midis 11 dhe 13 prill 2019, në 3 disiplina të ndryshme. Sandal, së bashku me Cem Hako, Duru Kaya, Dr. Fatih Kyuçi, formuan ekipin kombëtar turk të skive të sinkronizuar, i cili u rendit në vendin e dytë dhe të tretë të garave paralele, mbajtur në ditën e parë të konkursit dhe e teta në ulje me pjatë. Në uljet skinore, në ditën e dytë, ishte i katërti në uljet skinor të detyruar. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për Parisin, më saktë pse quhet ai qyteti i dritave. Parisi, kryeqyteti i Francës, është i njohur për arkitekturën e tij mahnitëse, thesaret artistike dhe ambientin romantik. Megjithatë, pak e dinë se ky qytet magjepës ka një emër tjetër, qyteti i dritës. Ky pseudonim i ka rrënjët në historinë e pasur të Parisit, e cila është formuar nga roli i tij si një qendër për arsimin, ndjekjet intelektuale dhe përparimet teknologjike. Ne do të gërmojmë në historinë magjepsëse pas pseudonimit të Parisit dhe do të eksplorojmë ngjarjet që e kanë bërë atë sinonim të iluminizmit dhe përparimit. Gjatë shekujve 17 dhe 18, Parisi u shfaq si epiqendra e iluminizmit, një lëvizje filozofike dhe kulturore. Qyteti u bë një magnet për mendjet iluministe, duke përfshirë Voltairin, Diderot, Montesquieu dhe Rousseau, të cilët u bashkuan për të ndarë idetë dhe për të sfiduar mençurinë konfidenciale. Theksi i iluminizmit mbi arsyen dhe lirinë individuale rezonoi te populli francez, duke nxitur një frym kurioziteti intelektual dhe të menduarit kritik. Reputacioni i Parisit si qendër e të mësuarit dhe ndjekjeve intelektuale i dha atij pseudonimin qyteti i dritës, duke simbolizuar ndriçimin e dijes dhe të kuptuarit. Ndriçimi i rrugëve. Në 1667, mbreti Louis XIV emëroi Gabriel Nicolas de la Reynia si general i lajtant i policisë, i cili zbatoi një iniciativë novatore, ndriçimin e rrugëve. Deri në vitin 1668, rreth 3000 fener me qirinj u instalua në të gjithë qytetin, duke e bërë Parisin një nga qytetet e para të ndriçuara mirë në Europë. Kjo risi jo vetëm që përmirësoi sigurinë, por gjithashtu transformoi peizazhin urban, duke krijuar një ndjenjë komuniteti dhe duke nxitur tubime shoqërore. Me rritjen e popullsisë së qytetit, u rrit nevoja për zgjidhje më efikase të ndriçimit, duke çuar në adoptimin e ndriçimit me gaz dhe përfundimisht dritës elektrike. Angazhimi i Parisit për ndriçimin publik ka vazhduar të evolojë me instalime moderne, si dritat vezulluese të kullës Eiffel, duke forcuar reputacionin e tij si një fener përparimi. Avancimet teknologjike dhe modernizimi. Parisi ka përqafuar vazhdimisht inovacione teknologjike nga revolucioni industrial në epokën digjitale. Sektori i prodhimit të qytetit, veçanërisht në çelik dhe tekstile, nxiti rritjen dhe modernizimin në shekullin e 19. Prezantimi i kinemas, radios dhe televizionit e forcoi më tej statusin e Parisit si një qendër për shprehje dhe komunikim krijues. Në shekullin e 20, hapësirat publike të qytetit u transformuan me ndriçim elektrik dhe drita neoni. U bën të njohura në vitet 1930, duke reklamuar pika ikon të jetës së natës. Kjo përzierje e traditës dhe inovacionit e ka bërë Parisin një magnet për turistët, sipërmarrësit dhe artistët. Lëvizjet kulturore dhe artistike. Parisi ka qenë vendlindja dhe frymëzimi i lëvizjes së shumta artistike dhe intelektuale, duke ndikuar në zhvillimin e artit, letërsisë dhe kulturës në mbar botën, nga impresionistët te kubistët. Muzeet, galeritë dhe sallonet e qytetit kanë ushqyer disa nga artistët më me ndikim në histori. Belle Époque, një periudhë e lulëzimit kulturor dhe artistik, pa ngritjen e kabareteve ikonike, teatrove dhe qarqeve letrare, duke forcuar reputacionin e Parisit si një qytet i krijimtarisë dhe kuriozitetit intelektual. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar.
Territori shqiptar për datën 12 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe kthjellime të her pas hershme në zonat bregdetare. Paraditja do të jetë me vranësira dhe reshje shiu në zonat qendrore dhe lindore, ndërsa në bregdet priten intervale me diell. Pasditja vijon me mot të paqëndrueshëm dhe reshje lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:56 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 14 deri në 21 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 20 gradë Celsius. Peshkopi 12 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 24 gradë Celsius. Durrës 16 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj 15 deri në 22 gradë Celsius. Elbasan 16 deri në 24 gradë Celsius. Berat 15 deri në 26 gradë Celsius. Korçë 10 deri në 19 gradë Celsius. Vlorë 19 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër 15 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë 16 deri në 23 gradë Celsius. Tani ofte të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 12 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i ndryshueshëm me vranësira, reshje shiu në disa zona dhe kthjellime në pjesën lindore. Paraditja do të ketë reshje shiu në disa zona, ndërsa pasditja sjell përmirësim të motit dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:54 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 9 deri në 20 gradë Celsius. Podujev 8 deri në 20 gradë Celsius. Skënderaj 10 deri në 19 gradë Celsius. Pej 11 deri në 20 gradë Celsius. Prishtinë 9 deri në 19 gradë Celsius. Gjakov 12 deri në 19 gradë Celsius. Malishev 12 deri në 19 gradë Celsius. Gjilan 12 deri në 21 gradë Celsius. Ferizaj 14 deri në 20 gradë Celsius. Kaçanik 12 deri në 20 gradë Celsius. Suharek 12 deri në 20 gradë Celsius. Prizren 12 deri në 18 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kemi arritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme. Do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë. Për më tepër, ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rrjetet më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.